Sot do të njohim një tjetër bimë mjekësore e cila quhet bari i patës. Bari përbëhet nga pjesa mbitoksore e barit të patës ose neqës së zogjve. Është bimë barishtore 1 vjeçare e zakonshme tek ne si bari i keq në toka të papunuara dhe të punuara. Bima ka kërcej zakonisht zvarritës deri në 40 cm të lartë, të cilët kanë gjethe deri në maj. Kërcejt kanë okre ngjyrë të bardhë argjendi në ny, gjethet janë të këmbyra, eliptike, me buzë të plota, lulët e vetmuara ose disa së bashku me ngjyrë të bardhë ose rozë, lulezon në qershor tetor. Ky bar përmban kryesisht tanin me veprim hemostatik, rreth 1% acid silicik, mucilazhe dhe glukozitin flavonik, avikularin, i cili ka veti diuretike. Sasinë më të madhe të acidit silicik, bima e përmban në shtator. Më parë mendoj se bima në saj të acidit silicik duhet të vepronte në indin e mushkrisë, prandaj këshilloi si mjet ndihmës në mjekimin e tuberkulozit të mushkrive. Në përgjithësi, ky veprim është i dyshimt. Bima këshillohet si mjet rrudhës kundër heqjes së barkut, si nxitës i urinimit e ndihmës në ndërprerjen e gjakut, veçanërisht në hemoragjitë e mitrës. Përdoret në sëmundje dhe në guret e veshkave, rekomandohet për rritjen e metabolizmit në reumatizëm, në mjekimin e ekzemës si dhe për të lëngëzuar gëlbazën dhe si pasojë për të lehtësuar kollitjen. Është një bimë e thjeshtë në pamje, por me një histori të gjatë përdorimi. Ajo rritet pranë rrugëve, në kopshte, në toka të mbjella dhe të pambjella dhe përshtatet edhe në vende ku shumë bimë të tjera e kanë të vështirë të jetojnë. Poligonium avicula bën pjesë në familjen Polyganiaceae dhe është studiuar për përbërësit e saj natyral si flavonoidet dhe taninet. Këta përbërës njihen për aktivitetin antioksidues në studime shkencore. Në traditën popullore, kjo bimë është përdorur ndër vite në përgatitjet bimore për shqetësime të ndryshme, veçanërisht për tretjen dhe traktin urinar. Sigurisht, përdorimet tradicionale nuk zëvendësojnë këshillat mjekësore dhe çdo bimë duhet njohur mirë para përdorimit. Një pjesë interesante e historisë së saj është edhe përdorimi në ushqim. Në disa vende, gjethet e reja janë mbledhur si barishtet e egra dhe janë përdorur në gatimet tradicionale. Sa shumë pasuri na rrethon dhe sa pak herë ndalemi për t'i parë. Një bimë e vogël që duket e zakonshme na kujton se natyra ka mënyrën e saj për të na surprizuar. Përgatitja dhe përdorimi. 3 lugë çaji me barë të grimcuar hidhen në një enë ku përvëlohen me një gotë ujë të valuar. Ena mbulohet me kapak. Përmbajtja lihet 15 minuta sa të ftohet. Pastaj lënë kukullohet nëpërmjet një nape. Pihen 2 ose 3 gota çaji në ditë. Bari mund të përdoret edhe në formë luguri, merret 3 herë në ditë nga një lugë kafeje shoqëruar me ujë. Në vende të thata dhe të ajrosura, bari e ruan veprimin për 2 vjet. Herën tjetër që të ta shihni këtë bimë në natyrë, mos e kaloni pa e vënë re. Ajo ka një emër, një histori dhe një vend të saj në botën e gjelbër. Kjo ishte Poligonium avicular, bari i zogjve. Ruaje videon dhe shpërndaje me miq. Për më tepër këshilla, më ndiq në kanalin tim në YouTube Baçja Magjike.